Një prej gabimeve më të mëdha që ndodh për shkak të mos kontrollimit të gjuhëve tona dhe të fjalëve tona është përgojimi. Pra është një mëkat i madh. Dhe kur më shumë se sa sot nuk qalojmë në këtë aspekt. Pra nuk jemi dobët sikur se jemi sot. Përgojimi është bërë diçka normale në mesin e besimtarëve. Madje disa njerëz nuk kanë mundësi të jetojnë pa përgojuar. Ruana Zot. Përfshir meshkuj dhe femra. Përgojimi është çështje tetë serioze. Aq sa Allahu i Madhërisht në Kur'an thot: "Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu." Mos ta përgojoj askush askë prej jush. A dëshironi ju që dikush prej jush të ushqehet nga mishi i vdekur i vllait vet? Dhe një gjë e tillë është e urrëtur padyshim për ju. Paramendojeni se çfarë shembulli ka sjellë Allahu në Kur'an. Allahu po thot qartë azi dhe prerazi. Të flasësh për dikë, të përgojosh dikë me gojën tënde, është sikur se t'ia hash mishin e vdekur, jo të gjallë, jo të freskët. T'ia hash mishin e gjallë dikujt është kanibalizëm. Paramendojeni çfarë do të thotë t'ia hash dikujt mishin e vdekur. Allahu thot ta përgojosh dikë për së gjalli, është sikur se t'ia hash mishin për së vdekurin. Një besimtar i thjesht, një musliman i rëndom, madje edhe nëse është jo musliman, thjesht ti e ke përgoju, ti e ke ngarku veten tënde. Pse është e ndaluar një gjë e tillë, s'ka kurfar dobi ente. Për arsye se përmes gjuhëve tona sëmurën zemrat tona. Dhe sa më i lartë që të jetë statusi i atyre njerëzve që ne i përfolim apo i përgojojmë, aq më i prishur bëhet mishi i tyre, kushtimisht dhe metaforikisht përmes përgojimit tonë. Pra nëse e përgojojmë babën, nuk është sikur se me përgoju një shok. Nëse e përgojojmë nanën, është akla më e rëndë. Nëse e përgojojmë një dietar, atëherë pejgamberi Allah thot, mishi i dietarëve është i helmuar. Jo vetëm i prishur, por dhe i helmuar. Nëse ti flet për një dietar, për arsye se është niveli më i lartë nga instancat shoqërore të orientimit dhe të udhëzimit njerëzor. Dhe kur i kemi parasysh këto ajete dhe këto hadithe, atëherë ne duhet vëdësohemi që të kemi kujdes me gojët tona, me gjuhët tona. Ramazani është një mundësi e jashtëzakonshme që ne me eduku veten. Për arsye se një muaj ditë Allahu na trajnon, na edukon që gjuhët tona të jenë të matura. Prandaj edukata në Ramazan është e veçantë, është shumë më i shtuar. Edhe ne jemi shumë kujdesshëm për fjalët që i flasim, sepse nuk dëshirojmë me prish agjërimin tonë. Nuk dëshirojmë me i prish ibadetet edhe shpërblimet që ne i synojmë. Nuk dëshirojmë para së gjithash me hidhuru Allahun subhanahu wa taala. Hajde të arrijmë këtë vetdi edhe jashtë Ramazanit, edhe pas Bajramit. Pra mos kthehemi tek e kaluara e pa kujdesshme, por të qëndrojmë tek e tashme e kujdesshme.